Unë mendoj që ekipi tashmë ka arritur objektivat, jo vetëm të këtij raundi. Ekipi ka 10 vjet që është në majat e futbollit evropian. Jemi 2 herë të kualifikuar në kampionatin evropian dhe një herë tashmë pretendojmë të kalojmë në kampionatin botëror. Çka do të thotë për një vend të vogël? Shumë. Unë mendoj që djemt janë në një nivel të tillë që them se mund të krahasohemi me ekipe si Çekia, Polonia, Austria, Zvicra. Pra nuk është më ai ekipi i parë që ishte edhe në vazot me ekipe më të dobta. Sot ti krahasohesh me ekipe të forta dhe fakti që le Serbin mbrapa tregon që je ekip duke marrë dhe 4 pikë. O pikërisht, mund t'i kishe marrë edhe 6. Edhe 6, po. Dhe i ke një ekip tepër të përgatitur. Natyrisht trajneri ka rolin e tij, po unë mendoj që një merit madhe ka federata. Federata në vite, bashkë me trajnerët e përzgjedhur prej saj, kanë ditur të seleksionojnë lojtar me vlera. Dhe kanë mbajt afër ekipit kombëtar dhe trajner me vlera. Kështu që është një punë përgatitore e shumë viteve, nuk është arritur suksesi në një ditë. Prandaj, unë mendoj që edhe në ndeshjet e ardhshme, unë mendoj që djemtë tanë kanë pjekurinë për të pasur qetësinë e nevojshme për të kaluar turin.